Përshëndetje nga Zvicra. Shikoni miqtë e mi se çfarë bëhet në këtë vend ku unë mendoj që malet nuk e ka aq bukra sa është Dukagjini, sa është Malësia e Madhe, sa është Vermoshi, sa është Thethi. Dhe me thonë drejtën, unë kam 2 ditë që kam bërë një vizitë shumë intensive këtu dhe kam parë çfarë lloj filozofie kanë këta njerëz, çfarë lloj mentaliteti kanë këta njerëz, që këto maja malesh bin gjithë botën. Shikoni si kanë shtëpiat. Shtëpiat i kanë komplet me gur. Ruajnë traditën e tyre jo se s'kan lek, por ruajnë arkitekturën, ruajnë të vjetrën, ruajnë kullat, ruajnë luginat, ruajnë malet. Tashi ne malet s'kemi pse t'i ruajmë. Se malet i ka falë Zoti me atë bukuri që nuk i ka si veni botës. Por ne duhet që të ruajmë mend të kres. Sepse këta njerëz, shifeni se si e ruajnë traditën, shikojeni. Unë jam në një katun që është veni më i shtrenjtë Zvicër, ku këtu bëhen samitet e gjithë botës dhe vi gjithë president e botës me rrugët e thjeshta, me shtëpiat e thjeshta, të mbulume me gur. Si ka mundësi? Ka vetëm një mundësi, sepse ne kemi shkatru çdo gjë dhe merremi me formën, nuk merremi me përmbajtjen. Dhe përmbajtja është e vërteta, përmbajtja e gjës del nga puna. Dhe këta njerëz vetëm punojnë me thjeshtësinë e tyre dhe mundohen ruajnë traditën. Dhe unë kam një këshill nga ju, miqtë e mi. Ruani traditën. Besojeni kësaj historisë, të kësaj paketës maleve, që kjo paketë maleve është një genialitet, që ne që jemi aty në naturalitet, nga Tallavaja, na pëshel syte, e mend të kres për mos me kuptu që është kjo paketa e maleve. Po të gjithë ju që jeni në migracion, që i kuptoni këto që nxjerru nga goja, ktheuni në përkullat e juja, rinovojeni, bëjeni paketë e maleve, ne mund sjellim gjithë botën se kemi natyrën shumë të bukur se këta, por nuk kemi mend si këta për ta ruajtur atë vend, për të ecë përpara, dhe kemi mundësi tashti të sjellim gjithë botën vendin ton. Miqtë e mi, mos u merrni me formën, por merrni me përmbajtjen. Rrofsh Shqipnia, rrofshi ju që jeni në emigracion, edhe ktheuni, mirarçi.